Falenderët nga zemra për ngushëllimet për fjalët prekëse. Në emër të familjes Thaqe, në emër të babit, ju falenderoj për kujdesin dhe mbështetjen. Ju jemi mirënjohës të gjithëve. Gjyshi asnjëherë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve. Shpresa për ta ritakuar babin dhe bashkëluftëtarët e tij në Hag ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën në spital. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin lirinë, çlirimin. Dhe vdekjen e shpejtë të gjyshit e pash në fytyrën e babit kur doli nga spitali. Gjyshi i mbijetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluam si popull. Por këto 4 vite nuk i mbijetoi vuajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Një sëmundje e pashërueshme për njerëz të fortë, krenar dhe me dinjitet. Dhe siç thoshte shpesh gjyshi, me vdek pa u korit. Gjysh, asod nuk jemi korit. Fatkeqësisht, babin nuk e lejuan të jap lamtomirën e fundit bashkë me ne sot. Nuk e lejuan t'ia gjuaj një grosht të dheu të Drenicës mbi varr. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Lugina. I madh dhe i përjeshëm do të jetë kujtimi ynë për ty gjysh, miq e familjar të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjell e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është çelësi i çdo fitoreje. Dhe personifikimi i këtij bashkimi janë krerët e OÇK-s në Hag. Le ta ndjekum shembullin e tyre për të bashkuar sërish për fitoren e radhës mbi padrejtësinë. Ju falenderoj të gjithëve që keni mbështetur familjen tonë, familjen Axhit Kadri, të Bacit Jakub, të Axhit Rregj dhe familjet të gjithë atyre që po mbahen në Hag. Faleminderit për respektin dhe ngushëllimet tuaja. Lamtomir gjysh, prejo në paqe.